2 shkencëtarë transportuan fshehra ose shishe me virusin e lisë së majmunëve nga Afrika në SBA. 2 shkencëtarë me një laborator qeveritar amerikan janë akuzuar për transportim të palishëm të shisheve të virusit të lirës së majmunëve të inaktivizuar nga Afrika dhe për dhënien e deklaratave të rreme në intervistat me studiuesit e një aeroport të Michiganit tanë autoritetet. Padia penale e zbuluar në gjykatën federale të Detroitit që synon Vincent Münster, kreun e departamentit të virologjisë në Rocky Mountain Laboratories në Hamilton, Montana dhe bashkëpunëtorin e tij Claude K. 2 shkencëtarët u ndalën në aeroportin metropolitan të Detroitit në janar pas një fluturimi nga Parisi në qëndrimin nënditor në Republikën Demokratike të Kongos. Shpërthimi i lisë majmunëve është i lidhur me më shumë se 2000 vdekje nga Kongo që nga viti 2023, megjithëse shpërthimi 2 vjeçar u shpall i përfunduar në prill. Münster mohoi kategorikisht kthimin në Shtetet e Bashkuara me materiale ose mostra biologjike, tha FBI në një dosje gjyqësore. Megjithatë, testet zbuluan se Münster dhe ekipi u tonin me shishe me virusin e lisë së majmunëve të inaktivizuar pa i deklaruar ato ose pa marrë lejet e nevojshme. Çdo përpjekje e qëllimshme për të fshehur dhe transportuar materiale biologjike në Shtetet e Bashkuara pa autorizim shkel besimin publik dhe mund të rrezikojë sigurinë publike, tha Marcus Sykes, i zyrës së inspektorit përgjithshëm të Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore.